Shënori, ju përshëndes dhe në fakt jemi në një transmetim të veçantë, i cili ka të bëjë pikërisht me ngjarje të shënuar dhe siç edhe do ta kuptoni, jemi zhvendosur në fakt amjediset e studios në tjetër hapësirë, ndodhen në Bazilikën e Dhënës së Këshillit të Mirë, e cila aktivit shënon një përvjetor të shënuar. Do të kem krahasim që të kemi bisedë me rektorin e kësaj bazilike, Domar Turjakun, me të cilin në fakt do të flasim për këtë përvjetor që ka nisur Kisha Katolike Shqiptare, por edhe për një ekspozitë të veçantë e cila është çelur pikërisht në mjedisin e kësaj bazilike, të jetë dashur dhe e njohur shqiptar, ku do buat. Domar Tur, mirë se gjetëm dhe kënaqësi për këtë intervistë. Ju falenderoj përsëmërsisht për pranimin tuaj në hapësinën e Bazilikës së Nënës së Këshillit të Mirë. Çfarë është ky vit dhe cila është simbolika e tij për Kishën Katolike dhe për shqiptarët që do ta kremtojnë? Në fakt ishte viti i largët 1895 kur i peshqvit e Shqipënisë të mbledhur në një koncil, përndryshe quhet Koncili i Tretë i Arbërit në Katedralën e Shkodrës, kanë vendosur bashkërisht të gjithë me u drejtu Selisë së Shenjtë për t'i kërkuar që Nëna e Këshillit të Mirë të shpallej, të kremtohej si pajtore e popullit shqiptar, pajtore e Shqipënisë. Edhe rreth një vit, më pak se një vit, aty shenjtë, Papa Leoni i 13, është saktësisht me 25 shkurt 1896, do ta pranonte kërkesën e i peshqvitëve shqiptar në mënyrë që ta shpallte Nënën e Këshillit të Mirë si pajtore e këtij populli. Edhe këtë vit përkon me 130 vitorin pikërisht e shpalljes së saj si pajtore e Shqipënisë. Atëherë konferenca i peshqvore e Shqipënisë ka dashur që në mënyrë të veçantë gjatë këtij viti të kushtojnë vëmendje të veçantë në mënyrë që besimtarët, shqiptarë në mënyrë të veçantë, por edhe ma gjanë, realisht ta kremtojnë në mënyrë më intensive këtë vit. Edhe ky vit për ne si katolik, si të krishterë, bëhet i rëndësishëm sepse mi gjitha ne kemi kërkuar edhe nga Selia e Shenjtë, në mënyrë të veçantë nga dikasteri që është i veçantë, që është penitenceria apostolike, e cila na ka dhënë, po thojmë, mundësinë që në këtë kishë me pas ndjesën e plotë. Pra gjatë krejt vitit jubilar, në këtë kishë mund të kremtohet e mund të fitohet ndjesa e plotë. Por këtë gjë merr edhe një, po thojmë, një rëndësi të veçantë edhe kjo kishë, kjo hapësinë. Në fakt, ky 130 vjetor zyrtarisht i nisi kremtimet me një moment të veçantë që ishte pikërisht prania e një prej kardinalëve të rëndësishëm të Selisë së Shenjtë dhe me një ekspozitë e cila është shelur pikërisht në mjediset e kësaj bazilike ku edhe ne ndodhemi, besoj edhe kuptohet në një pjesë të sfondit, është pikërisht ajo çfarë shoqëron këtë rrugtim të kësaj ekspozite. Fillimisht përse u zgjoll të vinte kjo ekspozitë dhe si lindi ideja për të patur këtë hapësirë brenda kishës kushtuar një ekspozitë e tillë? E vërtet, sparit do të ndalem tek prania e kardinalit. Gjithmonë organi, po them, kompetent që është konferenca e peshqvore i ka bën kërkesën Selisë së Shenjtë edhe në mënyrë të veçantë kardinalit Rolandas Makrickas, i cili është edhe kardinali i Bazilikës Papnore Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore është një prej 4 bazilikave më të rëndësishme në Romë në botë, por Santa Maria Maggiore është kisha nën e gjitha kishave që i kushtohen Zojës. Edhe kjo ka edhe arsyeja pse praktikisht kërkesa është bërë edhe këtij kardinali, i cili ne patëm privilegjin që ai të ishte i pranishëm pikërisht në këtë kishë të Zojës edhe për të hap vitin jubilar. S'dyti sa i përket ekspozitës, për të treguar sinqert, konferenca, por edhe mbi gjitha konferenca ka autorizuar arqipezhin e Shkodrës, i cili është dhe ordinari i këtij vendit, që të ngrisin një komision ad hoc për të përgatitur një sër aktivitetesh në lidhje me 130 vjetorin. Edhe një nga këto aktivitete është pikërisht edhe ekspozita ku edhe ne ndodhemi këtu në hapësirën e kishës së Zojës. Si ka lindë? Sigurisht dëshira ishte mbi gjitha
që kjo kishë në mënyrë veçantë edhe nga pikpamja e strukturës, sigurisht nuk është se shënrit në kuptimin e është një strukturë e thjesht e bame në vitin, po thojmë, ka fillu për të ndërtu në vitin 1993, kur Papa Gjon Paul II edhe ka bërë bekimin e gurit të parë. Në vitin 1998 është bëllë inaugurimi saj, sigurisht një kohë të shpejt, po një kohë, po thëmë edhe të vështirë, sigurisht të pas parasysh edhe vitin 97, edhe nga pikpamja e strukturës nuk është një nivel kush e din. E dëshira është kënë që të jemi sinqert edhe në këtë kishë të kemi objekte që e pasunojnë edhe këtë ambient, këtë hapsin. Duhet të dim që kisha Zojës në mënyrë absolute është një kishat më të vizituar, më të frekuentuar në Shqipëri. Sepse populli shqiptar, në mënyrë të veçantë populli veriut, kishën e Zojës e ka shumë të rëndësishme. Për këtë arsye, atëherë para disa muajsh unë kam bë thirrje besimtarëve nga kjo kishë që kush disponon, kush ka rujt, kush ka në familjet e veta objekte gjithmonë me sfond fetar, pra kryqe, roxare, trupore, piktura, të cilët i kanë një rëndësi, kanë një peshë, po thëmë edhe historike, ju kam kërku që i vërtet t'i sjellin këtu në mënyrë që ne ta pasunojmë këtë kishë edhe të krijojmë një lloj ekspozitet muzeale dhe tematike. Edhe të jemi sinqert, besimtarët janë kënë shumë bujarë, si gjithmonë. Besimtarët tonë janë bujarë, kur bëhet fjalë për fenë, kur bëhet fjalë për besimin, ato nuk kurse në mënyrë absolute. Edhe ju, siç e shihni, një pjesë e materialeve e artefakteve janë pikërisht, po thojmë, të sjelluna nga besimtarët. Por këtu duhet thënë edhe fakti që këna pasi bashkëpunim të shkëlqyshëm edhe për shembull me provincën franceskane, disa libra që janë të rrallë, veçanë, sa dorëshkrime, si është i Jad Donat Kurtit, apo i Jad Marin Sirdanit, apo nëse bëhet fjalë për shembull një libër, një përkthim i Jad Gjergj Fishtes, i cili është edhe dorëshkrimi origjinal i tij, ose edhe fondi i Muzeut Dioqezan në Shkodër, arkivi i Arqipeshqisë, pra praktikisht janë isër instituciones që janë përfshi pikërisht për të realizuar këtë muzej ose nëse doni këtë ekspozit. Për mas të harru këtu, aja që është një gjërat më të rëndësishme të këtij muzeu është edhe veshjet e vajzërisë Nanës Tereze, që ne i kemi marrë dhe ke Instituti i Antropologjisë në Tiranë. Kështu që praktikisht gjitha këto që unë thash, janë një bujari e besimtarëve, po dhe institucioneve që e kana konceptu atëherë bashkët me drejtorin e Marubit, Lucianën, i cili vërtet ka punu shumë fort për të arrit me dhënë edhe një koncept kësaj ekspozite, e bashkët edhe me drejtorin e Muzeut të Kujtesës, Pyr Mirdita, i cili bashkërisht edhe me persona, me aktor tjerë, për të dhënë pikërisht e këtë lloj fizionomie që është edhe sot. Dom Artur, ka një të veçantë ndoshta populli shqiptar. Jemi një popull shumë i vogël, por duket sikur ka një dashuri pa mas kur flitet për nënën e Këshillit Mirë, por dhe për forcën e besimit që është ruajtur edhe në periudha të vështira, dhe besoj në këtë ekspozit kjo dëshmohet me një pjesë të këtyre materialeve që janë sjell. Dhe bashkë me thirrjen që ju keni bërë, besoj keni patur mundësi dhe të kuptoni më shumë se si janë ruajtur një pjesë të këtyre materialeve për të ardhur deri në ditët e sotme përballë këtyre tallazeve që kemi kaluar si kombë. E vërtet, populli shqiptar është një popull besimtar, një popull që besimin edhe identitetin në të kenit shqiptar i ka dy gjëra të shtrejta. Është e famshme binomi fe edhe adhej. Edhe në fakt, këtu në kishë, në hapësirët e kësaj kishe, sidomos në dy muret ballore, ne kemi vendosur një cikël në gravurash të shekullit 19 që janë botu praktikisht në mënyrë periodike edhe nga revista Zoja e Shkodrës, Drita e Shqipërisë, por edhe nga revista Zani Shnandojt. Edhe në këtë cikël të këtyre gravurave praktikisht është të bë ose është sjell në mënyrë narrative ikja e Zojës së Shkodrës, largimi nga Shkodra për në Gjenacano. Edhe është interesante fakti që
populli i jonë, populli shqiptar, edhe në kushte shumë të vështira, edhe momente vërtet dramatike të historisë së tij, fen, besimin i ka pas shtrejt edhe i ka rujt gjithmonë. Për shembull, mjafton që në këtë cikël gravurash të shohim edhe se si momentin kur kjo kish është shkatru edhe nga Perëndëria Osmane e kohës, edhe shqiptarët pikërisht për të rujt besimin edhe për të rujt identitetin e të kenërit shqiptar, janë largu nga Shkodra edhe kanë emigruar në vende të ndryshme, por mi gjitha në Italinë. Edhe interesante është sepse Italia nuk është një koincidencë, por Italia është një vend në shtetet e Evropës, po thojmë më të rëndësishme, edhe sidomos për shqiptarët në mënyrë të veçantë për shkodranët, Evropa ka pjesë e jetës përditshme, sepse Shqipëria ishte në Evropë, Armënia. Kështu që kur flitet sot, dhe më lejo vetëm të hapi një parentezë të shkurt, kur flitet sot për me hy në Evropë, në thjesht po kthen aty ku ishim. Realisht ne ishim një popull. Për shembull, mjafton faktet, dokumentet që në kohën e Venedikut, kur ne ishim në Republikën e Venecias, praktikisht shkodranët edhe kishin raporte tregtare, ekonomike, pra në mënyrë frekuente, normale, sikurse farë mënyrë është dhe sot. Kjo për tregu që në këto kohë, kur shkodranët janë gjetë ngushtë përballë, po thojmë trysnisë së madhe të Perëndërisë Osmane, këto janë largu pikërisht për të rujt fen edhe për të rujt identitetin. Edhe bashkë me shkodranët i kanë ik edhe zoja e Shkodrës, ose ajo që ne tash e quajmë nana e Këshillit Mirë, sepse ishte populli vet. Edhe zoja ka shku bashkë me besimtarët. Ne e dimë, sikur na thotë edhe Marin Barleti, që në momentin e pushtimit kur Shkodra ka ra, ne dimë që Shkodra është boshatisë, kanë mbet shumë pak në qytetar, kështu që praktikisht është logjike që edhe ikja ishte diçka normale, sepse zoja ka ndjek këtë popull me të cilin edhe ka qenë gjatë. Duket si një rrugtim që i shoqëron për t'i mbrojtur. Duket një rrugtim eksakt që i shoqëron për t'i mbrojtur. Pra nuk ka se ka i nga Shqipëria, por zoja ka shku me popullin. E tu ka është popull, e tu është edhe zoja. Kjo është e bukra. Prandaj historia e shqiptarëve, sidomos në mënyrë të veçantë edhe e shkodranëve, është lidhur ngushtë me historinë e zojës. Edhe jo këtë ma, katë shumë e kanë dashtë, katë shumë, sidomos Shkodra, e ka dashtë, ka pas këtë raport të ngushtë me figurën e Marisë, sa që e ka përvetësu, edhe titull e ka Zoja e Shkodrës, për të regu që se më thënë, Zoja e Shkodrës, edhe nuk kanë hesitu disa dhe autor, me e qëjtë edhe Shkodra e Zojës, për të identifiku dy realitete. Kështu që në këtë koncept, aja që kam dëshirë edhe për të tregu edhe sonte në këtë intervistë bashkë me ju, është fakti që vërtet edhe në ato kohë, por për shembull edhe në kohët më të vështira sikur se ishte koha e regjimit komunist që ka nërkohet, besoj më të vështira që ka lënë plagë më të mëdha në popullin shqiptar, populli jonë kur nuk e ka hiq besimin, kur se ka dorëzu besimin, biles sa më shumë kanë përsekutimi, sa më fort trosnia, aq edhe më shumë e ka rrit besimin. Për shembull, gjitha këto artefakte që ne i kemi këtu në sfond janë të rrituna me shumë fanatizëm nga besimtarët tonë katolik. Çfarë do thoshte kjo? Do thoshte që nëse gjatë regjimit komunist një nga këta objekte, pra o një kryq, o një rodzare, apo një pikturë, gjenden në një familje, dije se kush ishte, se më thënë edhe fundi, që praktikisht rrezikohej agitacione propagandë edhe familja internohej. Vetëm për një objekt, po thëmë fetar, që nësa është gjetë në një familje. Por besimtarët tonë, edhe pse e dinin këtë gjë, e kanë rujt, pra kanë marrë përsipër për të rujt. Pse? Sepse idenë e sakralitetit, idenë e të shenjtës, për këto a kanë rëndësishme. Ja pse, atëherë edhe arsyeja që ne kemi dashur për ta kuru këtë ekspozit, edhe për ta tregu këtë fakt, sa është shumë e rëndësishëm për të tregu edhe besimtarëve, edhe breznive të tashme, por fatmirësisht kjo kish vizitohet tashma, po bëhen disa vite që kjo kish vizitohet jo më vetëm nga shqiptarët, por edhe nga turistët e huaj të cilët vinë në Shkodër, edhe gjithmonë një tap e kësaj vizite është edhe kisha e Zojës. Edhe është shumë e rëndësishme që gjithë këtë fesnikëri, po thojmë shqiptare,
edhe për ta manifestu edhe tek turistat tjerë, sepse besoj është një suport, një ndihmë edhe për ta nga ana shpirtërore. Dhe në fakt, brenda kësaj ekspozite gjenden materialet veçanta, të cilat kanë të bëjnë edhe me personalitetet të kishës katolike, me ata martirë të kësaj kishe, por edhe me vizitën e veçantë që kishte në 1993 për herë të parë një pap që shkel në Shqipëri, siç ishte Papa Gjon Pali II, ka materiale që i përkasin kardinalit Ernest Simoni, apo edhe meshtarëve të tjerë të cilët kanë një kontribut të çmuar në kishën katolike, e më pas edhe veshja Nën Terezës, dhe besoj ky është një moment që ne të shkëputemi, po themi, nga kjo pjesë e ekspozitës për ta prekur pak më afër këtë rrugtim domartur dhe për të na shpjeguar disa detaje apo edhe element që do të jenë me interes për shikuesit. Po, vërtet, edhe unë do kisha preferuar që disa nga objektet që kanë një rëndësi të veçantë, do thosha edhe ngarkesë shpirtërore, por edhe historike dhe kulturore, ja vlen që të shohim nga afër, duke filluar nga shtatorja e Zojës që ashtu në sfond, që është e rritur me shumë fanatizëm nga një familje në zonën e Thethit, edhe deri tek që thatë ju vepra si ato robët e Nën Terezës, apo deri tek kelsheti i Pater Zef Plumit e mbrapa që është përdorur për meshën e parë, e deri tek vepra e Hidromenos që është sakramenti i vajimit. Mirë, domartur, jemi më në detaje tashmë të kësaj ekspozite dhe besoj po e nisim nga ku është edhe piknisja e saj. Kjo është pjesa, po thëmë, e parë e ekspozitës muzeale, edhe këtu në pjesën poshtë mund të shohim disa objekte interesante, detaje, po thëmë, të vogla, por që thojnë shumë, që nga rrozaret e vjetra të përdoruna nga besimtarët tanë, gjatë kohëve të ndryshme, deri tek këta imagjinetat e Zojës së Këshillit Mirë, që për shembull një pjesë e meshtarëve i kanë përdorur kur kanë kremtuar meshët e para, kur janë shëguruar, besimtarë interesante që po thojmë me dekada besimtarët tonë i kanë rritur në familjet e veta. Këtu për shembull kanë edhe zonën e Shnanot, i cili ilustron këto ciklin e pikturave të ikjes së Zojës së Shkodrës në Gjenacano. Apo kena edhe kryqin që një familje e ka rujt kryqi i Atë Gjergj Fishtes, një kryq shumë i veçantë, por që ka një peshë të rëndësishme edhe për faktin se është keni përdorur nga një figurë sikurse Atë Fishta. I përket diku shekullit të 19. Po, eksakt. Kurse këtu për shembull është Zoja e Lurdit, një zoj që me thanë drejt, kjo nuk ka nevojë shumë për shumë shpjegim, për faktin se siç e shihni, një zoj që i mungon pjesa e fytyrës, një zoj që i mungon pjesa e durve, një zoj që shihet se koha e ka shkatruar, e ka dëmtuar, në një farë mënyre gati është personifikimi i një populli që ka vujt kalvarin e vërtet, sidomos gjatë kohës së regjimit. Kjo trupore është rrit në famullinë e Thethit nga një besimtar, edhe gjatë kohës së regjimit komunist, kjo është kënë e varrosur, domethënë, e futur në lej, pikërisht për ta ruajtur që në mënyrë që mos të binte, mos dëmtohej, e mos binte në dorën e regjimit komunist. Pra i përkiste kishës së Thethit në atë periudhë, sipas dëshmive? Po, por që e rritur nga një familje, e futur në lej, edhe rritur në lej gjatë kohës së komunizmit. E këtu atëherë kemi shumë, po thojmë, relike, shumë ikona që janë të Zojës, të familjes së Shajt, pjesën e Krishtit, Shënkollit, e kështu me radhë. Ndërsa, për shembull, pjesa sipër atje është Zoja e Këshillit Mirë, që e ka rritur një familje në tokë, në afërsitë e kishës së Shënkollit në Shkodër, për të treguar që vërtet kudo, në mal, në fush, në qytet, kudo, besimtarët tonë gjithmonë kanë shumë të lidhur në besimin, edhe për mos me lanë me u shkatru, gjithmonë kanë përdorur këta taktika duke i futur në lej në mënyrë që realisht të mbjetojnë edhe regjimit komunist. Është i veçantë ky kryq, bie në sy përpara se të shkojmë tek La Pietà, që gjithashtu ka të veçantën e saj, por bie në sy ky kryq diku një ndërthurje mes drurit dhe hekurit? Po, zakonisht kjo është kryq që është përdorur në zonën e Dukagjinit, mi gjitha të malësive, por mi gjitha në zonën e Dukagjinit, edhe
ishte kryq që përdori për dy funksione, përdori o për procesione, ose përdori për varreza. Në fakt, shifni pjesa e hekurit, vendosej shaldani qiri në mënyrë që bashkë me dritën edhe me kryqin, besimtarët udhëtonin në formë procesionit. Por është edhe tipike sepse ka praktikisht edhe dy kryqe të tjera, që është i bën me kënë 3 kryqe, është edhe simbolika e trenisë së shejtë. Por edhe këto mënyrat gdhenjes është e që e quajnë në përgjithësi kryqi i maleve, është tipike që e kanë përdorur zonat e maleve këtë formë kryqit. Ndërkohë në djathtën tënde është zoja dhimbshme apo la pietà që e njohin të gjithë. Ku është marrë fillimisht? Tashi kjo vërtet ka një histori interesante, por më shumë se historia e saj, në fakt është edhe vepra. Nëse shef, kjo është vërtet një vepër edhe nga pikpamja estetike, është e bame shumë mirë, edhe duhet theksu fakti që kjo vepër është prodhuar në Shkodër gjatë viteve 30 tek jezuitet. Jezuitet kanë pas një punishte, një laborator, ku praktikisht prodhonin vepra artit. Sigurisht që pjesa më e madhe ishin që vinin nga Italia, o studenta, ose meshtar, por që bashkë mrapa me pjesën e shqiptare, gjithmonë kanë prodhuar disa vepra artit. Pra, kjo tregon edhe emancipimin e një vendit, sepse të arrish, po thëmë vitet 30, të bashkë të lloj veprat, tregon që vendi jonë, Shkodra, ishte një vend i emancipuar edhe nga pikpamja e kulturës, nga pikpamja e artit. Edhe kjo vepër është, po thëmë, realizu, një punë artizanale, është realizu pikërisht nga Arturo Sala, që është thash jezuit, edhe mi porosin e motrave servite. Motrat servite e kanë pas ku vendin, ku është sot muzeu i kujtesës, ose ish dega e mrendshme, aty është kanë shtëpia. Sot janë motrat Klarise. Sot gjenden motrat Klarise, edhe motrat servite e kanë porosit këtë vepër për kishën që ata kishin pikërisht në kuvendin e motrave, edhe me ardhjen e regjimit komunist, kjo vepër është sekuestru, edhe po thojmë ka mbjetu ose ka jetu në depon e muzeut ateist. Edhe këtu ka një gjë interesante që realisht duhet na lohem vetëm pak për ta shpjegu. Ne e dim që Shkodra, besoj, ose në Shqipni, kam përshtypjen i pari muzej ateist në botë. Ose të paktën unë nuk kam dëgju se ekziston një i dytë. Edhe interesante është fakti që ne e dim që regjimi komunist ka shkatru kisha, ka shkatru objektet shejta, ka shkatru gjithçka që ka gjetë. Por, fatmirësisht, unë besoj që kanë bekimi më i madh është kanë muzeu i ateizmit. Ne e dim që regjimi ka kriju një hapësinë të madhe, një muze, një struktur, ku i ka mbledh të gjitha veprat me konotacion fetar. Qëllimi ka qenë për ta goditur fen, por fatmirësisht na janë ruajtur këto objekte për të ardhur. Eksaktësisht, qëllimi ishte për ta denigruar besimin, pra ne e dim, për shembull në muzeun dioqezan kemi ditarin ku grupet ndryshme shkonin edhe lenin përshtypjet, ajo që quhet libri i përshtypjeve, edhe pjesa më e madhe organizatrive që vinin nga punëtorëve, shumë, edhe në përgjithësi gjithmonë përshtypjet ishin gjithmonë negative edhe fyse karshi besimit, karshi fesë. Por në fakt, me këtë muzej, ne fatmirësisht ka një bekim për ne, sepse në këtë mënyrë janë rrit veprat më të bukura që kena pas. Edhe muzeu ateist, po them, një prej veprave është pikërisht kjo që një kryevepër nga pikpamja edhe artistike, por me gjitha një ngarkesë tjetër shpirtërore. Kështu që kjo është bekimi i madh për ne. Edhe mas ramës së regjimit komunist, atëherë praktikisht na shkruaj prap edhe kështu që fatmirësisht ne kena fatin me pas në ambientet e kishës. Ndërsa këtu kena pjesën tjetër të, po them, të muzeut ose të ekspozitës, këtu poshtë kemi një pjesë të librave, për shembull këtu është interesante, kemi shqiptarët që shtektojnë nga Shkodra për në Gjenacano, në vitin 1900-1902, edhe këtu ka një foto shumë bukur për para Zojës. Atëherë kemi librin të botimet e kuvendit të tretë të armit që është mbajtur në Shkodër, apo këtu kemi për shembull një dorëshkrim të Atë Marin Sirdanit, një studim i mirëfillt mbi Zojën e Këshillit Mirë, që për herë të parë ne e kemi shtyp bashkë me provincën franciskane këtë ditë. Një gjë interesante është, më shumë se vepra është edhe simbolika, është kryqi që është këtu.
Kjo është rujt nga një familje musulmane këtu në Shkodër, edhe gjatë kohës regjimit për një familje musulmane ishte më lehtë për të rujt një vepër ose një objekt katolik. Edhe ato e kanë rujt, edhe mas ramës së komunizmit praktikisht ja kanë dhënë një familje katolike, edhe ato na kanë sjellë pikërisht për tregu e ne kena dashur për tregu që vërtet besimi në shqiptar, më thënë, nuk është motiv ndamjet, por është edhe motiv bashkimit, sepse praktikisht ne e kena shumë të shtrajt kenujt tonë shqiptarë. Mandej besimi, se cili mund të besu në atë që do, në atë që beson, në është i lirë, por nuk duhet me kena seher besimi arsye ndamjes apo përçamjet. Djetë historia si ka përfunduar në duart e kësaj familje, apo është dhënë nga një familje tjetër katolike për të ruajtur? Po, për shkak marrëdhënieve. Do me thënë, eksakt, kjo është nga një familje musulmane, ne kemi këtu edhe emrin, praktikisht, edhe ato e kanë rujt ju ka rënë ndorë. Flasim për familjen Sali Ragami. Po, eksakt, të cilët e kanë pas gjatë kohës së komunizmit, e atje është besu, është dhuru një familje katolike, dhe familje katolike na e ka sjellë ne pikërisht si formë dëshmijet. E këtu mrapa kanë disa vepra të tjera, për shembull një interesante është revista Zoja e Shkodrës, Drita e Shqipnisë, që është kënë revista që a botu për 3 vite, 1916, 17, 18, edhe qëllimi i botimit kësaj reviste që ka zgjat 3 vite, ishte pikrisht rinërtimi i kësaj shetnore, po thojmë mas pushtimit Osman. E këtu për shembull kena një tjetër vepër interesante që është kjo shkrimi origjinal i dorëshkrimi atë Gjergj Fishtës, një libër i cili është përkthyr libër oraç, lutjesh, që është përkthyr nga atë Gjergj Fishta në gjuhën shqipe, e këtu është shkrimi origjinal. Ose për shembull këtu është një dorëshkrim i atë Donat Kurtit, e me titull Në përgjurmt e saja, për muajin e Zojës. Muajin në cilën ndodhemi. Muajin në cilën ndodhemi, edhe atë Donat Kurti praktikisht ka bë për çdo ditë të muajit ka bën nga një reflektim lidhje me Zojen. Kështu që kjo tregon edhe devocionin e madh që kanë pas këto figura të mëdha, pikërisht lidhje me Zojen e Shkodrës, me Zojen e Këshillit Mirë. Pra, unë nuk besoj që ka pas artist apo poet apo muzikant që nuk ka kushtu një vepër Zojes. Ose më mirë, ndoshta punën më të mirë që kanë bërë, domethënë cilësinë më të mëdha që kanë bërë pikërisht t'ia kushtu Zojes. Kjo tregon edhe burimin e frymëzimit apo një farë mënyre lidhjen e ngushtë që populli i Shkodrës ka pas mbi gjitha me figurën e Zojes. Ndërsa këtu sipër kemi për shembull këtu është Kelku, që është thonë mesha e parë këtu në Kishën e Zojës në vitin 1991. Edhe poshtë, kjo plaka këtu poshtë ka një histori interesante, është plaka që është kene vendosën mi altarin e Kishës së Bërdicës. Në 1967, kur Kisha e Bërdicës është hellë në erë, shkatru nga sistemi komunist, kjo familje, një zotni, ka shku edhe e ka hijë. Kjo është një gurë që zakonisht ne kemi si praktik që mi altar, gjithmonë vendoset kjo plakë katrore në qenet altarit, edhe në përgjithësi mbrenda ka një relike, që mund të ketë një relike të një shenjtit, një martiri, e kjo ka një relike në fakt mbrenda. Edhe kjo familje e ka marrë, kjo zotni e ka marrë e ka rujt gjatë kretë kohës së komunizmit, edhe kishte si gjën më të shtrenjtë e ma. Edhe ne kemi dash pikërisht, e kemi vendosur Kelkun, mi këtë rrasë. Si që dhe vendose gjatë një kremtimit të meshës. Për shembull, kjo është ostensori që e ka përdor kardinali aktual, Domërnes Simoni, i cili e përdorte për lutje të veçanta. Për shembull, interesante është edhe Zoja Shkodrës krejt sipër aty nalt, që është e dhënë nga Nën Tereza, motrave të Nën Terezës, kur kanë hapë shtëpinë e parë në Shkodër, edhe praktikisht unë kam dashur që e kam marrë tek motra e Nën Terezës, pikërisht për treguar lidhjen e motrave e Nën Terezës me Zojen e Këshillit Mirë. Ne nuk duhet harrojmë asnjëherë që Nën Tereza ka pas një devocion të jashtëzakonshëm për Zojen. Për Zojen edhe në letnis, po megjithatë për Zojen e Këshillit Mirë. Për shembull, një vepër tjetër që meriton edhe vëmendjen tonë është kjo vepër që është Kolidromenos. Kolidromeno ka pas një sër këso veprash. Kjo është një vepër që tregon sakramentin e vajimit. Dhe me thonë, ne kemi 7 sakramente.
E një nga këto 7 sakramente është edhe sakramenti i vajimit, pra është momenti, më thënë, kur personi është drejt fillit të vdekjes, edhe thirret një meshtar për ta vaju, për ta rrëfy dhe për ta kungu. Edhe Hidromeno ka bën një sër këso veprash, pse ka përgatit? Mitë gjitha është kanë kërkesa e etrëve jezuit. Ata përdornin këtë misionin fluturues shëtic në përgjithësi gjatë muajit të verës, jezuit në mënyrë të veçantë udhtonin në zonat malore, kryesisht nga zona e Dugargjinit apo e Malësisë së Madhe, për të bërë katekizëm, mësim fejet, sepse gjatë vitit edhe nga terreni vështirë, po edhe nga zona e largë, dhe ishte pa mujtën për të pas një mësim fejet të rregullt, por edhe vështirësitë sepse ne e dim që në atë kohë popullata nuk ka ditë me shkru e as me lexu. Atëherë, kjo ishte një ilustrim narrativ për të bërë më lehtë kuptimin. Për t'i dhënë më lehtë kuptimin, edhe si e përdorin, në përgjithësi ne vendosin përpara jezuit, edhe kështu ja shpjegonin popullatës se ç'është sakramenti i vajimit. Për shembull, kjo është saktësisht analoge me 2 rrugë që është muzej të Hidromenos. Nëse në muzein e Hidromenos janë 2 rrugë, pra ke Ferri dhe Parizi, në fakt këtu është momenti i fundit të jetës, nëse shef me vëmendje, për shembull këtu është meshtari i cili po rrefen personin që është është në fund të jetës, ndërsa në krahun tjetër atje ke 2 fytyrat e djallit, të cilët dojnë me tërhiq. Pra ideja është njeriu mund të zgjedhin o nga e mira ose nga e keqa. Vetëm se ky është rast sakramentit, kurse 2 rrugët është më estetike. Sigurisht, po 2 vepra të veçanta të Hidromenos. Po, eksakt. Për shembull, këtu është kelku i Robert Ashtës, që kanë mbrapa dhe i Peshgu, që ka shërby në zonën e Pultit, por vëmendja duhet na shkojë me gjitha mi këtë kelk këtu. E ky ka një histori shumë të veçantë. Historia e tij, sparet e duhet thënë që ky i ka përkit mi gjitha franceskanëve, kryesisht Pater Zefplumit. Pater Zefplumi, përpara se të arrestohej nga regjimi i kohës, ja ka besu një familje në Hajmel. I kishte miq të tij, edhe kjo familje në Hajmel praktikisht e kanë futur në tokë. E kanë rujt në tokë gjatë kohës së regjimit komunist. Por cila është e veçanta e këtij kelku, sepse keni parasysh me datën 4 nëntor, është thënë mesha e parë nga Dom Simoni, ajo mesha i improvizuar shpejt me pak njerëz aty, ndoshta 10 minuta e çerkore. Ajo që theu frikën ama. Ajo që e theu frikën, por mesha, po them kryesore, mesha e madhe, mesha publike, është ajo data 11. Ishte data 11. Tashi, nga data 8 tregojnë 2 dëshmitarë në fakt që ngjarjen, nga data 8 2 persona, një nga këto është edhe Fred Baba, Pater Zefi i thret, edhe i thotë të lutem, ke për të shku në Hajmel tek filani dhe ke për të thënë më ka nis Pater Zefi me marr kelkun, kelshenjtin. Se kështu edhe quhet në gjuhën më teknike, kelshenjti. Edhe këto kanë shku 2 persona, kanë shku tek kjo familje, e thot tregon Fredi shumë edhe në mënyrë humoristike, por e vërtet ne shkuam tek familja, i ba me zallë, doli i zoti shtëpis, edhe na thot urdhoni, na ka nis Pater Zefi me marr kelshenjtin. Edhe ky thot, po mirë, ku keni shenjë? Ne nuk kishim shenjë. E s'na dha asgjë, atëherë u kthyme në Shkodër, vim te Pater Zefi, dhe Pader, shiko se na ka thonë ku keni shenjë. O, thotë, është e vërtet. Edhe Pader shkoi, ka marrë një medaljon, edhe ka thonë, merreni edhe çojeni këtë. Në fakt, nërnesit... Shej ka qenë kodi komunikimit, që për të mos rënë në... Eksaktësisht, se Pater Zefi ka thonë kësaj familje, o unë, ose ky kod, ti mund t'jo japësh kelkun. Për ndryshe nuk duhet të thush askujt se ke diçka. Sepse mund t'apsoni. Sepse mund t'apsoni. Atëherë kanë shkuar kanë marrë. Në fakt, mesha e datës 11 është, po thojmë, mesha e madhe publike, është kremtu me këtë kelk nga Dom Simon Jubani. Edhe atëherë, mas kësaj meshe, Pater Zefi ka pas një lidhje edhe të veçantë, të ngushtë edhe me Nën Terezen. Praktikisht Pater Zefi ka shoqëruar disa herë në Tiranë, në Shkodër, edhe ja ka besu Nën Terezës. E Nën Tereza ja ka dhuru këtë kelk, në fakt janë disa foto kur është ja dhuru atit shenjt, domethënë John Paul II sot është shenjt, ishte papa i parë që ka ardhur në Shqipëri në vitin 1993. Edhe ati shenjt, John Paul II ka kremtuar meshën në katedralin e Shkodrës me këtë kelk. Atëherë John Paul II ja ka dhuru prap Nën Terezës, të i thanë që
kjo është një shenjë ringjallë të kishit në Shqipëri, nuk është e drejtë që ta merr unë me veti, por duhet t'i përkas popullit shqiptar. Përkasin popullit shqiptar. Edhe ne, ekspozojmë për herë të parë këtë kelk që realisht është një mal me histori. Edhe për ne është shumë i shtrenjtë sepse pikërisht tregon edhe kalvarin e këtij populli. Gjaja tjetër interesante është edhe kjo është relike që kur kemi bërë para 3 viteve binjakzimin mes kishës së Zojës këtu në Shkodër edhe kishës në Gjenacano, etrit Agustinian, ku i përket edhe Papa Leoni sot, na kanë sjell këtë relike që është një copë drunit Kurnizit, ku është e vendosur edhe zoja origjinale e Shkodrës, zoja Këshillit Mirë, që ne shkojmë edhe e ndërrojmë në Gjenacano. Edhe këtë e kanë shumë shtrenjtë, sepse është pikërisht pjesë e asaj vepre që për ne shqiptarët është e pakrahasueshme. Dhe po shkojmë tek mbyllja e ekspozitës, është ky kënd që ka këtë veshje të veçantë që pasqyrohet edhe në imazhin më pas krati. I përket Nën Terezës, por jo Nën Terezës që gjithë jemi mësuar ta shohim dhe ta njohim me atë petkun e bardhë të një misionareje, por është veshja e vajzërisë së saj. Si u sigurua sirat në gjurmët e saj, sepse është detaj i veçantë, besoj, dhe pak njerëz ndoshta e kanë ditur që disponohet një veshje e tillë. Realisht ishte edhe provania hynore, sepse kjo ka ardhur një moment, po thosh momentin e fundit kemi rënë në gjurmë të saja, edhe duhet thënë që ishte drejtori i muzeut Marubi, i cili e kishte si informacion që veshja e vajzërisë së Nën Terezës ekzistonte në Institutin e Antropologjisë në Tiranë. Atëherë ne kemi kërkuar, pra edhe në kuadër si Dioqeza Shkodrës, kemi kërkuar edhe institutit, por edhe Ministrisë Kulturës që të kishim mundësinë me pas veshjen e Nën Terezës, pikërisht në kuadrin e kësaj ekspozite. Pse kemi dashur që ta kishim këtë lloj veshjet apo veshjen e Nën Terezës ta kishim në këtë ekspozitë. Për faktin se Nën Tereza realisht është kanë më shumë se një herë në këtë vend. A kanë paktën 2-3 herë ka ardhur, e sa herë që ka ardhur tregojnë motrat e Nën Terezës, bile sot ishte një prej motrave që ka shoqënuar Nën Terezën në Shkodër kur ka ardhur, edhe tregojnë që Nën Tereza sa herë vinte gjithmonë ndalej te këto renoja për të lutur, për treguar që vetë Nën Tereza ka pas për shumë për zemër Zojën e Këshillit Mirë. Biles nuk duhet harru asnjëherë kur Nën Tereza ka shkuar në Gjenacano, ku është zoja, piktura origjinale e Zojës së Shkodrës, edhe aty ka një copë letër ku e thot ktheho o zoja Shkodrës tek populli jot, ktheho në Shqipëni. E mandej thot zoja kthehet, por shpresojmë që edhe populli të kthehet ka zoja, Edhe kjo është edhe një mesazh interesant, se vërtet populli duhet theksu faktin se populli gjithmonë e ka ndjek zojen, po aq sa edhe zoja ka ndjek gjithmonë popullit. Edhe ne kemi fatin të kthy tek veshja e Nën Terezës. Është interesante fakti se ne jemi mësuar me pa Nën Terezën gjithmonë me ato karakteristikat e saj, gjithmonë me atë sarin, veshjen e bardhë me bluhe, edhe Nën Tereza e plakon, Nën Tereza e vujtën, se kështu njohim Nën Terezën, por në fakt nuk kemi mësuar asnjëherë me pa edhe me këtë kështu. Për shembull, kjo është edhe fotografia e Nën Terezës, një prej fotove, bashkë me motrën e saj, Agen. Edhe është interesante, para pak ditësh këtu kisha në kishën e Zojës në Bazilikë për të kremtuar meshën, kisha Dom Lush Gjergjin. Dom Lush Gjergji është biografi, po themi vetëm i Nën Terezës, ai ka botuar vetëm për Nën Terezën rreth 18 vepra. Sepse edhe është njohësi më i mirë i saj, duke qenë se ka shoqëruar në shumë prej vizitave të saj në Shqipëri dhe në vende të tjera të Ballkanit, por besoj dhe jo vetëm. Eksakt. Edhe ai po tregonte me shumë, edhe për ta ishte një surprizë realisht kur i ka pa për herë të parë, u mahnit, sepse edhe ai është mësuar për ta pa Nën Terezën gjithmonë me veshjen e një murgeshe. Por në fakt, ty e pa veprat e saj, ty e pa veshjet e saj, anë edhe një lloj mahnitje. E unë e këtu shfrytëzoj rastin për të na lut pak sekonda. Ka një tentativë, apo herë mas herët qarkullojnë edhe kështu, edhe shkrime apo edhe zëra që Nën Tereza dinte apo nuk dinte shqip. Fliste apo nuk fliste shqip. Në fakt, unë i bëna një pyetje
Domlushit kur ishte këto. Edhe pikrisht pyetja ishte kjo, Domlush, vërtet, Nën Tereza, sepse Domlushi ka ndaje me qindra me mija herësh me Nën Terezën, sepse ka shoqënu. Domlush, vërtet, Nën Tereza fliste shqip, kupton të shqip, edhe më tha, pa tjetër se jo, po në shqip kam folë me ta gjithmonë, sepse duhet kuptu, Nën Tereza ashtë kënë 18 vjeqe kur ka hy tek motrat. Pra, logikisht, për 18 vite në familjen e saj, në shtëpinë e saj, ka folë shqip. Si është e mujtën që njëri që për 18 vite ki mësu shqip, edhe nuk dhe në folë shqip që është e pa konceptushme. Edhe për këtë arsye, më ba qefi biles Domlushi thonë të unë gjithmonë flisësha shqip. Kur kishte në herë që flisësha pak ma shpejt, apo në fjallor, kështu dhe më hanë në fjallor pak ma të fshim, të folë avash të kuptoj. Por amaja fliste shumë mirë Shqipen, e kupton të shumë mirë gjuhën Shqipe. Pra, shfrytëzoj rastin për të thënë që vërtet, Nën Tereza dikush ka pas tentativa për të thënë që jo po është indiane, jo po shiko se është Maqedonia, aja kënë shqiptare. Edhe veshjet janë tipike se të popullit shqiptar, edhe tregojnë që praktikisht Nën Tereza ka pas damar të saj ka rrjedhë gjaku i popullit shqiptar, sepse është kënë shqiptare vërtet. Edhe ne kena pas dëshirë, pikrisht në kuadrët e ti 130 vjetori, ta kemi të pranishëm, pikrisht disi ndryshe Nën Terezën, pra me ato karakteristikat e shqiptarit, sepse vërtet shqiptarët për gjatë historisë kanë tregu edhe në kohë më të vështira ma, kanë ditë me ndaj besnik Zotit, kanë ditë me ndaj besnik Papës, edhe kanë ditë me ndaj besnik vendit. E ne e dim shumë mirë. Janë një popull i vogël, por që realisht kanë mbjetu edhe me shumë plag, absolutisht një popull që ka shumë plag për arsye të ndryshme të historisë, por ama vazhdojmë me ekzistu sot. Dom Artur, po shkojmë drejt fundit, do t'i bëj 2-3 pyetje të shkurtra që besoj kanë interes. Sa do të qëndroj e qelur ekspozita? Ka një afat apo do t'jetë përgjithmonë pjesë e bazilikës? Ne kemi menduar që realisht këtë ekspozit ta lëmë gjatë gjithë vitit jubilar, edhe për të shfrytzuar rastin, edhe për vizitorët edhe besimtarët që do ta frekuentojnë këtë kishë, të kenë mundësi për të njoftë edhe me gjana, po thojmë, me gjana të rëndësishme edhe të vendit tonë, të Shqipënisë. Kështu që praktikisht do të jetë gjatë gjithë vitit e hapur për vizitorët edhe për besimtarët. Dhe për ta mbyllur, nuk është risi, sepse është mësuar tashmë që kur e nisi misionin e tij në krye të Kishës Katolike, Papa Leoni shkoi dhe të parin vend që vizitoi, lutjen e parë që bëri ishte në Gjenazzano, aty ku ndollet portreti origjinal i nënës së Këshillit Mirë. Ka patur shumë pikë pyetje nëse do të vija apo jo Papa, por besoj për ta konfirmuar ka një ftesë zyrtare nga Kisha Katolike që sigurisht mbetet e hapur për një konfirmim të tillë, por që besoj ju jeni në pritje të një përgjigje pozitive pse jo për të qenë Papa në një vizitë ndoshta vitin e ardhshëm në këtë bazilikë. Po, e vërtetë është se Papa Leoni XIV realisht i ka dhënë një peshë të rëndësishme zojës së Këshillit Mirë. Edhe për ne shqiptarët, sidomos për këtë kishë, asnjë privilegj i rëndësishëm. Edhe dim pse them këtë gjë, për shembull, vetëm sot kanë ardhur një grup të huaj me motora, edhe po kërkonin sigurisht po thonë një gjë, a është kjo zoja Këshillit Mirë e Shkodrës, nga ku është një zoja me shku në Gjenazzano? Po, a sepse ne po bëjmë një udhëtim nga këtu për të rrinë në Gjenazzano. Pra, ideja e Papës, ajo vizita e Papës në ditën e dytë që është gjellë si Papë në kishën e Gjenazzanos, ku është zoja Këshillit Mirë, një farë mënyre është të nxjerrën pas, është të gërmuar, të nxjerrën pas shumë edhe shumë gjëra interesante, shumë gjëra pozitive. Edhe nuk ka rasti që Leoni XIV edhe në udhëtimet e tija gjithmonë në dyert e avionit gjithmonë ka të ngjitur në zojën e Këshillit Mirë, e për treguar që e ka shumë për zemër që e shëshnon gjithmonë. Unë shpresoj edhe uroj që me të vërtetë Papa Leoni XIV paktën deri në fund të 2027-s, pra deri në prill të 2027-s, kur do jetë edhe mbyllje vit jubilar, të vinë në Shqipëni. Ne nuk kemi asnjë konfirmim akoma, por jemi gjithmonë në pritje. Nuk kemi po s'kemi as jo. Kështu që donë Zoti, ne vazhdojmë mu lutë që vërtet ta kena fatin me pas edhe Papën edhe një herë këtu në vendin tonë. Dom Artur, faleminderit për këtë shpjegim të detajuar dhe për këtë rrugtim në fakt të veçantë që na bërë në këtë ekspozitë, dhe sigurisht besoj do të kemi mundësi të ndjekim edhe aktivitetet tjera të këtij 130 vjetori. Faleminderit juve.
Mirë, ishim në këtë rrugtim të veçantë të kësaj ekspozite, në këtë 130 vjetor të shpalljes së nënës së Këshillit Mirë Pajtore Shqipërisë, këtu nga bazilika që i kushtohet pikërisht nënës së Këshillit të Mirë në hyrje të qytetit të Shkodrës, e cila sigurisht është edhe një mirëseardhje që i bën çdo udhëtari që viziton Shkodrën turistike.